Portali TV21 non-stop 24 orë gjithnjë në kërkim të lajmit të ri. Portali TV21, informim i drejt, i shpejt dhe i paanshëm. Kliko portën e madhe të informimit, tv21.tv. Maqedonia post-komuniste nxorri në skenën politike dhe partitë e para shqiptare. Në edicionin e radhës të Klik Plus do të shtjellojmë fillet e politikës shqiptare në Maqedoni. Debatojmë me ish-ministrat në qeverinë e parë të Maqedonisë post-komuniste, Muhamet Halilin dhe Ilyas Sabriun, si edhe me profesorin universitar dhe njërin nga themeluesit e PPD-s, Nasmi Maliqin. Klik Plus me termin të ri veror nga ora 22:30 minuta. Na ndiqni. Ja ku jemi sërish këtu në Pastel, mirë po këtë radhë përsëri kemi një mysafir tjetër, ai cili deri tani ka kënduar, tani do të flas pak. Na kënaqe më re? Na kënaqe. Mirë një ambient shumë i mirë. Deri tash këndova, tash nuk e dija do ti me fol. Së mësova veç me këndu. Po kalem shumë mirë, një ambient perfekt. Gjithsesi, fillimisht vetëm livrite pak bazën e mikrofonit të dëgjohet më mirë. Ja. Jemi okay? Okej, mirë, super jemi. Gjithsesi, Arshik fillimisht urime Bajramin. Faleminderit shumë Genti, urime edhe ti, urime Mirjeta. Faleminderit shumë. Urime gjithë shikuesve të televizionit 21, emisioni Pastel. Edhe gjithë shqiptarëve, gjithë muslimanëve që po na ndjekin. Edhe në emrin e V-Dysha me grupit tim. Patjetër i përshëndesim shumë. V-Dysha të cilët janë gjithmonë për kraneve së bashku me ju dhe fillimisht faleminderit që gjithmonë gjeni kohë që të vini në emisionin tonë. Arshik, si e kalove ditën sot? Genti shumë mirë edhe pse pak pa gjumë, shumë mirë, do me thonë u gjumë herët, e falem Bajramin, dhe pas asaj e hangrëm, do me thonë, mëngjesin bashkë me familjen, dhe fillum të vizitojmë Farefisin. Po, a ke hangrë Amelsina? Amelsina shumë pak, e këm di që jemi në emision sot. Edhe pa Amelsin të Mirjetës nuk pështoni, asesi? Pa Amelsin të Mirjetës, do ta shofëm. Do me thonë, jam kursi 100% për emisionin. Mirjeta është kursyer Arshiku 100% vetë për emisionin. Për emisionin, më nuk kom hangër shumë Amelsina. E ku e dishe ti që unë bje Amelsin? Ata mor mendja. Ma mor mendja. E Bajrami pa Amelsin për të drejtën nuk shka. E di që Mirjeta çdo herë na bën befasi. Urdhëro, të bëft mirë. Faleminderit shumë. Ulemi. Si shkoj kjo ditë sot për ty? Shumë mirë. Shumë mirë. Ditë festive, ditë gëzimi, shumë mirë, përgjithësi u kënaqëm. Në ndërkohë që ne nuk jemi dhe aq mirë për momentin sepse Genti, ja, kështu po bën. Izën. Izën Mirjet? Genti po don me ika? Po. Genti po don me ik. Është shumë e vërtet. Tash për momentin unë do të më nis për Strup. Këtu live, po nisesh për Strup. Po vjen shumë keq, ka më mungu kjo atmosferë, mirë po, shpresoj që së shpejti shihemi edhe thjesht unë kronika për atje Mirjeta nga kjo studio e bukur këtu. S'ki me he keq Mirjeta. S'ki me he keq, një studio perfekte kjo bota. Jo, shoqër zotin, jam për kujdes për mua, shangur e kam nga ana tjetër, freskisa të tua, është ikur në na bjesh materialet edhe cit. Definitivisht. Arshikun e kemi këtu për muzikë. Kështu që unë pjo later në një bisedë të këndshme së bashku me Arshikun, Arshik përshëndes njerë. Për shumë e dashur, shihemi, dhe për gjithë shikuesit shihemi ne prej të ajten me reportajet tonë të Strugan. Shihet, Genti po na bëhet Strugan? Po, gjysëm. Se mu qketi, ce, kur do vje këtu, ce mu ce. Gjithse si kalëm shit bukur. Ajde, të këtu kalëm shmirë rrugë të barë, Genti. Atër po këthejmë ka Mirjeta. Po këthejmë. Okej. Arshik, kur të rate, lutem. Faleminderit. Dirim tani ke kënduar. Po. Dhe, si u gjete sot si të kaloj kjo ditë sot ty? Si ishte një ditë e Arshikut për Bajram? Një ditë për Bajram, do me thonë u zgjum herët, në xhami e falem sabahun dhe do me thonë e falem Bajramin, dhe pastaj u kthim në shtëpi me familje, atmosferë festive, pastaj do me thonë në për Farefis, në për... Ishe në të pame, po? Po, ishim. Edhe pse unë u ktheva pak më herët. Dhe në një të thënë, Arshik, kështu, kemi një fest që realisht e bje Bajrami dhe ne duam pak një pastel festiv etjere, dhe Arshiku nuk thot jo si gjithnjë. Okej, po, aty jam bashkë me V-Dysha, të cilët janë të shkëlqyer dhe janë tamam funksional si grup. Edhe pse dysh janë tamam numri më i vogël për të kriju një grup, po që funksionojnë shumë mirë, plotësojnë nevojat e njëri tjetrit.
Pse përzgjodhe pikërisht të këngë sot? Përzgjodha në fillim kishin disa këngë më të lehta qytetare, pastaj disa më ritmike. Dhe në Nuk e fund di. fare ritmike. Në fund fare ritmike, po, domethënë për hir të festës së Bajramit, u mundum të bëjmë një repertuar ashtu. Do t'jesh sonte në mbrëmje diku? Ja, sonte ja, do të jemi me familje. Thuaj, çatu duket ty ky fitim? Këndo pas dite, këndo në mbrëmje, çau bë kjo? Muj, domethënë Mireta, muj në Ramazanit e kemi shfrytzuar si pushim. Domethënë edhe dikun 3-4 ditë i kemi të lira derisa të fillon domethënë sezona turbo e dasmave. E atëherë Shqyr që janë apo keq që janë? shqyr që janë. A shqyr që janë? Po Shqyr që normalisht që shqyr që janë. Okej, bukur Arshik. Në ndërkohë që Bajrami realisht është i përvjetshëm i njëjtë në familjen tuaj ose nga viti në vit ndryshon? Bajrami ka qenë i njëjtë, prej si vjet nuk është i njëjtë sepse në familjen time domethënë është shtu edhe një antar. Oh, bukur, për mirë është. Po, Për mirë është, me domethënë jetë të unë gjatë. kam një djalë të Paç me vogël, jetë të gjatë. në arin e vogël, tash dikon 3 javë i kam. Edhe sigurisht se ki Bajram është pak më ndryshe se sa Bajrama tjera për mu dhe për bashkëshortë. Sa të kalëm pa gjumë në arim, të regon njerë muti. Pastaj leje këtë mirësinë e Bajramit. Pa gjumë nuk e kom pas derë, tash se kom pas këtë ditë pushim, por e kam derë për sezon. Çka do të bëj? Do të shkojmë në dhëm tjetër, mbyllëm dhe të le. E bën këtë Arshiku, e le bashkëshortën vetë me djalit. Nuk e di. Këto gjëra i qizohen, kujdes. Kur të rritet njani të thot babi, të kujtohet ty çfarë ke thënë për mua? Ta kam prish gjumi, më ke lënë vet për dasma, e tjerë e tjerë. Okej, kush e përzgjodhi emrin Noar? Noar e përzgjedhëm bashkë, por më shumë ishte bashkëshortja ajo që e përzgjedhëm. Asaj pëlqente qysh shumë herët ke emër dhe vendosi Noar, edhe mu pëlqej. Çfarë do me thënie ka? Noar ka do me thënie i shëndritshëm. Oh. Ndritshmëri, i shëndritshëm është, që bën dritë. Edhe më momentalisht po na bën dritë, do me thonë. Po bën dritë, bukur. E pa që me jetë të gjatë, e pa që me jetë të lumtur, u rit me prindër e tjerë e tjerë. Faleminderit. Bajram i ardhshëm do të aprot ty me Noarin, tamam, ai do të ecë hapat e parë do të ketë. Po, do të ketë aty dikon hapat e parë. Dhe edhe ai Bajram pak më ndryshe, do me thonë Noari do të rritet, do me thonë gëzim i madh shumë. Gëzim i madh. Në ndërkohë që me vëdysha si shkon puna? Me vëdysha sa janë dëgjueshëm? Ti dëgjon më shumë ato se ato dëgjojnë ty. Janë çik çapkëna, janë çik kanë karakterin e tyre të hapur e tjerë. Kanë dëshirë edhe duken edhe më mirë se unë. Aha. E shef me pat me kravata me sen. Vile ma kanë shku mu për nga pamja. Kombinimet, zakonisht. Por i kom qërtu pak tash këtë muin Ramazan se kam pas, do me thonë, kam pas të bëjnë disa ushtrime më shumë, por qunat kanë ikë pak, ishin edhe në pushim pak. Mirë, pas kam pushu, jam plot energji. Jam bush me energji, ama me ushtrime kam mejt pak mas. Okej, vetonat do të ushtrojnë, do t'i përmbushin sendet, dhe do të kaloni mirë në këtë sezon. Mirë Arshik, për të drejtën, avash po afron edhe koha për fundin e pastelit, në ndërkohë që ka qenë sot një ditë shumë e bukur, një ditë shumë ndryshe përveç fakti që kemi ndryshuar ambientin, kemi dalë jashtë hapësirave të mbyllura, po shijojmë këtë aromë, këtë freski, këtë nuhatje dhe nga ana tjetër dhe këtë erë të freskë që po fryjnë dal nga dal. Ka përshtypjen që ju kemi lumturuar edhe më tepër për sa i përket programeve dhe gjithësisht storjeve të ndryshme që kemi sjellë sot në kuadër pastet, po muzikë, po pastaj aktivitete të ndryshme. Ka përshtypjen që e kemi shënuar ashtu siç i ka hije kësaj ditës së sotme, kësaj feste, në ndërkohë që edhe Arshiku nuk ka munguar me vëdyshat nga ana tjetër e hapësirës së televizionit 21 dhe normalisht që pa ju asgjë nuk do të ishte sot këtu ku është. Arshik, faleminderit shumë edhe një herë që asnjëherë nuk hezitoni që t'jeni pjesë e pastel. Gjithnjë jeni prosë njëjtës dhe faleminderit që na sillni këtë muzikë të bukur. S'ka gjë, faleminderit edhe juve. Gjithmonë unë si Arshik dhe grupi Vodi do të jemi të gatshëm, sidomos për emisionin Pastel. Bukur. Okej, në ndërkohë që si thua të përmbyllim edhe me pak muzikë? Ose me gjithë dëshirë do ta përmbyllim. Me gjithë dëshirë. Po ju, si thoni që ta përmbyllim edhe me pak muzikë? Vëdysha, më dëgjoni? Hajde tani dhe pak muzikë. Ha? I ka ndarë, i ka ndërpret. Qati, pëse i ndërpret ju? Kush ju tha të ndërpris një herë? I ka ndërpret.
Qa të bëjmë neve tani? Qa të bëjmë? Hajde. Jemi do t'i presim pak apo jo? Një shaka, i zunëm tapa. I zunëm tapa. Më vjen kjo që kamera si kavi për uzbehen kështu. Po i kemi mbyllë, për një herë, do t'i regulaj. Je mbani mend storyn e baklavas që e përmendëm për sot, këtë që kemi ngrënë sot. Nuk ka se si të mos emitohet, është koha për të tani. Gjëra që bëjmë për Bajram. Muaji i Ramazanit është një muaj i rëndësishëm për besimtarët, por po ashtu edhe dita e Bajramit si një festë të madhe e cila mbyll këtë muaj të agjerimit. Festa e Bajramit është një ditë e bukur ku takohesh me familjarët, të afërmit, komshin dhe kryefjala e kësaj dite janë fjalët e mira, gëzimi dhe harmonia. Tavolina duhet të jenë të mbushura plot që të simbolizojë begatim për vitin dhe gjithashtu ndihmohen njerëzit në nevojë. Por dita e Bajramit ka disa situata dhe tradita të cilat na kanë mbetur gjatë kohë. Fillimisht i gjithë shqetësimi i grave dhe nënave është pastrimi i shtëpisë. Atë ditë gjithçka duhet të jetë e pastër deri në detaje, duke filluar nga dhoma e ndenjes deri tek ajo e gjumit. E gjithë familja përkujdeset që shtëpia të pastrohet dhe përgatitet fillon një javë përpara që para syve të tjerëve, por edhe vetes të jemi të pastër. Ushqime që duhen blerë. Dreka e Bajramit është një pjesë e rëndësishme e kësaj feste dhe si e tillë duhet menduar seriozisht. Të gjithë në shtëpi bëjmë plane se çfarë mishi të blejnë, produkti i cili është kryevepra e tavolinës. Më pas diskutohen recetat e ndryshme që do realizohen dhe si t'i përgatisin ato. Pijet dhe frutat e thata, ëmbëlsirat apo gjërat e kripura janë në listën e gjërave që duhet vendosur në tavolinë, pasi mysafirët duhet të kënaqen dhe të dalin nga shtëpia të ngopur. Nëse ka një problem më të madh se këto që realisht shqetëson shtëpiaket është baklava. Kjo ëmbëlsirë është simbol i festës së Bajramit dhe si e tillë duhet trajtuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Ajo çfarë bëhet në fillim është gjetja e recetës për baklavën më të mirë dhe më të veçantë. Fundja komshia s'ka pse ta ketë baklavën më të mirë. Pastaj është pyetja $1 milion e cila bëhet nga të gjithë. Do bëjmë baklava apo kadaif? Por duket që ëmbëlsira e famshme triumfon gjithmonë. Ditën e Bajramit të gjithë duken bukur, i madh dhe i vogël, dhe për këtë arsye të gjithë i kushton një rëndësi të madhe veshjes. Tradita do që të paktën të ketë një element të ri në veshjen tuaj për të përcjellë mbarësi. Fëmijët e vegjël bëjnë blerjet e tyre disa ditë përpara dhe i shikojnë me admirim rrobat të cilat rrinë të varura në mur deri në ditën e madhe. Edhe të mëdhenjt janë në dilemë se çfarë do veshin atë ditë, sepse një gjë është e sigurt, të gjithë shohin të gjithë se çfarë kanë veshur. Fazës së përgatitjes si vjen fundi ditën që është kjo festë dhe pasi hahet mëngjesi, një tavolinë e begat me gjitha gjërat që ke një muaj që i ke planifikuar, bëhet pritja e mysafirëve. Fillimisht vijnë personat më të afërm dhe më pas komshiat dhe ato më të largët. Edhe këtu tradita do që përveç familjarëve, edhe mysafirët të japin para, sidomos për fëmijët. Shuma nuk është e caktuar, por bëhet në varësi të gjendjes që ka personi që dhuron. Fëmijët dalin më të kënaqur në këtë pjesë pasi gjithmonë e më tepër u marrin të rriturve stafetën për të marrë para. Lufta e vërtet fillon kur bëhet numërimi i tyre dhe mburrja mes vëllait apo motrës apo edhe kushrinjve se kush ka mbledhur më tepër para. Mes miq të afërm, shok apo koleg, dita e Bajramit përcjell një atmosferë të jashtëzakonshme tek të gjithë. Mund të takoni njerëz që gjatë kohës si keni parë, familjar që nuk është se i vizitoni shpesh, por e mira është që atë ditë mirësia mbizotron. Vitet e fundit festa vazhdon edhe gjatë natës ku tashmë lokale të ndryshme organizojnë festa të ndryshme ku të rinjt nuk mungojnë për të mbyllur këtë ditë me një atmosferë fantastike ashtu siç e nisën. Me fat Bajramin. Jemi drejt fundit dhe vëdyshat e Arqiku nuk e kemi ndërmend t'i lëm të shkojnë edhe pa një pikë të fundit, pa një muzikë të fundit dhe t'ju përshëndesim ashtu siç e meritoni dhe ashtu siç i ka hije kësaj dite. Do të kalojmë në pjesën tjetër të hapësirës me Arqik, Miftanin dhe vëdyshat.
dështa me hakikate, të qmova mi këtë shtrejt, të dështa me hakikate, të qmova mi këtë shtrejt. Mirë po pas kem qenë pa fat, hej aman, qma punove ma i pate drejt. Oh, mirë po pas kem qenë pa fat, hej aman, ma punove pate drejt. Kujtim që ma ke dhane, po e ruj me dashuni. O një kujtim që ma ke dhane, po e ruj me dashuni. Disa heru të busqe, shaja ma me maline djalitri. Disa heru të busqe, shaja man me maline djalitri. Me gjithë zemër ty të deshta, si njeri me mirësi. Unë me gjithë zemër ty të deshta, si njeri me mirësi. Do ta kujtosh fukaran, hej aman, me gjithë se m'ke marrë meni. Oh, do ta kujtosh fukaran, hej aman, me gjithë se m'ke marrë meni. Hajde, bravo! O kaderat erdha, veç me t'pa njëher. Je e bukra vashe, si një lullë pranver. Aman, aman, je ma e bukra vashe, oh si lullja në pranver. Trupin tan, gjithri në kujtime, veç për trupin tan. Ëndrojësit e tue, vetullat gajtan. Aman, aman, ëndrojësit e tue, vetullat gajtan. Aman, 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 jar arshik t'u vona me det. Aman, aman, of, jar, hajde veton, hajde.
zemrat i bashkojmë, aman aman, e ja pra e dashur, zemrat i bashkojmë. Dhe ky ishte pasteli i ditës së sotme. Faleminderit vëdyshave, faleminderit gjithashtu edhe Arshikut dhe mbi gjitha ju faleminderit juve. Urim edhe një herë, qofshi sa më të lumtur, sa më në paqe dhe sa më me shumë begati e shumë mirësi. Ne do të takojmë sërish nesër këtu në frekuencat e televizionit 21, pas pak magazina informative 21 Live News me të rehat më të fundit. Tung tung dhe shihemi nesër.